ta'dilul arkan, subhanallah, këtë fjalë unë e du shumë, ta'dilul arkan, se hoxha im rahmetullahi alejhi molla Rama, Ramadan Adema, Allah më shëraft, e shpëlloft me xhenet. E ka përmend shumë, na ka mësu, ata e kanë pas atë fjalën ta'dilul arkan. Kënë e kanë basi që, ta'dilul arkan, me i plotësu kushtet që duhet, domethënë të namazit. Ata kanë pas, ata në namaz kanë qenë hoxhallarët e vjetër si në ushtri, rap, s'ka pas hajgaret e ta. Kjo mu mbren se gjeneratat tona nuk kemi ne shumë për kushtim në namaz. Molla Rama, kur u lidh ke namaz, kur u drejtoj ke namaz, kamot kër i vike trak, ti, bo kiameti ti s'ke mujt aj me i lujt kamot, ti s'ke mujt aj me këqyr pak djatas ose majtas me bisynit, ti s'ke mujt. Rukun, i ka pas 87 vjetë, kur ka vdek. Nuk ke mujt ti me patën në ruku pa kon 100% drejt. Nuk ke mujt me patën që ka mungu namaz. Nuk ke mujt me paj mës me pas qelsin e xhamis. Në tesha, 4 par pantoll, rahmetullah alejhi, thoi kam, nëse cilën pantoll të kep me ka pas qelsin me pej. Do më thonë, unë e kum pa kur i lajka e pantoll, qelsi i vjertët, u terke dhe qelsi bashkë me pantoll. Se cilat par, kështu që, nëse vishin ples në xhami, edhe këshin haru qelsin, me qel xhamin, mshilke xhamia në atë kohë, mshilke. Molla Rama nuk ka pas mundësi me haru qelsin, pse? Se ka qenë pjesë e pantollëve ti. Dhe më thonë, nëse Molla Rama ka vesh pantoll, atë paqare ka pas qelsin pantoll. Me dal pa pantoll, atër tjetër është. A kupton ku kon dikati tyne. Nuk ke mujt ti me gjetë ata. E tash dhe më thonë, dia është, po dikati nuk është. Unë e përmen edhe para se me fillu dersin. Një hoxhë cili nuk është i përkushtuar për 5 vakt. Është e turpshme është hoxha me marr rrogë për me fal sabajin xhami, mos me dal me fal. Është haram. I të marr rrogë. Pastaj tjetra, unë po të rriqem, s'po marr rrogë, po du me anulu sabajin. Mirë, ku je të shku ti? Pse s'dal me fal sabajin? Ai të shku me rujt Mitrovica atje me ushtrinë tonë, policinë tonë, je të rujt prej armikut. Mi a je hoxh ti? Ti si të shku? As me kozit livadhe në ora 4 të natës, as 5. Ti e ki detyri mamllukun. Pse ti nuk e marr sabajin? Ti dush me pas dhe më thonë ta'dilul arkan, që të më koni përkujdesshëm, rap. Namazi për ty është si ushtri. Është çështje e vdekur. Mu diskutu namazi, mu diskutu kujdesin namazin një hoxhë, një xhamati. Një hoxhë i cili del me fal aty te vani, edhe dëmi drejtu safat edhe hala kesh me një xhamat. Ha. Ai nuk është i përkushtuar. Tash ti më thon ku ja din ti zemrën. Ajo mes robët edhe Allahut. Na flasim nga ti ke dal para xhamatit, ti dush me kon seriozitetin më të madh, mundshëm. Sepse ti je udhëhec. Ti e lun rolin e pejgamberit alayhi salatu wasalam. Ti nuk guxon me kesh në këto sekonda, në këto momente. Ke dal para, nëse me marr për kushtimin maksimal, kujdesin, me ftun veten tonë sinqeritetin, për kushtimin, ku je ty dal përpara, me kanë kit bash me Allahun xhaleshanu ki me fol që tash, e ki obligimin më të madh praktik në cilin ti jetu, edhe ti hala kesh me xhamatin, po është marrë kjo? Marrë është. Nuk ke mujt ti, wala dallin pa thonë 6 herë, Molla Rama me thonë taman. Nuk ke mujt ti me ani elhamin. Nuk ke mujt me ani, nëse i kanë ditë 5 sure, i kanë ditë që ato 5 sure taman. Unë jam falë mas Molla Nazimit, Allah e rujt. Hoxhë i fshatit tam i Zhurit është. 43 vjet, 43 vjet imam, pasha Allahin. 43 vjet kur nuk e kum ni që ka gabu. Unë nuk jem falë mas ti 43 vjet, se unë jem falë, mas ti jem falë 30 vjet. Unë nuk e kum ni kur që ka gabu namaz. Nuk o që kanë ditë ata këtë Kur'anin përmesh. Po, një sen e kanë pas. Që ato që e kanë ditë. S'kanë pas hajgaret e ta. Që ato që e kanë ditë taman. 5 sure për vëllam, mësoj 5. Thashë edhe ty. Së është pa tjetër na me hyjë thellë. Ama që ato që dinë, thuje taman. Nuk ban me toleru, të ban, mësoj mirë, mësoj 100 faqe, 200, mësoj mirë. Ti je, a je dikat le, a ke marrë këtë detyrë. Dikat le duesh më kanë. Në gjuma nuk bën me shku hoxha i fundit në xhami.
mi kalu kokat e njerëzve me shku aty të veni. Eventualisht 2-3 ban marë para te në xhami. Ditën e xhumat, dita xhumat është dita jote. Dita jote, i ki 200-300-500 vetë mas. Nuk ban, një rast e ki të caktu mu kry. Po flasim kushte normale. Ti dush me shku mu qëtësu pësi që kishtë. Me prit xhamatin ka të vend me pa ata se ti kishe rezultat. Mes te dhe Allahut, e rregullon raportin mes te dhe Zotit, i jep me kuptu vetës tane, se Zotit ta di zemrën, po na po thojmë qashtu, i jep me kuptu Allahit, se Allahit se jep me kuptu, s'ka i të dim shqetësit e tua, po vetës tane e bind vetën tane, se ti e ki për me seriozisht atë shkubi në xhami, në xhuman përgatitesh, e vesh gjypën, i fal 2 recat, shkon te vendi i dersit, e çelat librën aty që ki me shpjegu dersin edhe pak përgatitesh. Qysh imami? Imami, po më thot një ditë, një pyetje, një dikush, në Instagram, hoxha na trego vlerat e imamit. E të mësuarit profet. Po, vlera e parë se me imamat ka mu kallë të zjarë i xhenemit. Çka është vlera më e parë e imamit? Çka është e para? Shu është përmen hadith. Unë e di hadithin tjetër për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, el ulema warathatul anbiya. Ulemat janë trashëgimtar të pejgamberit, po ulemat, jo unë edhe ti. Jo ata të cilët nuk kanë dikat. E pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thonë, lexuesi Kuranit. Lexuesi s'ka thonë dietari, lexuesi Kuranit. Xhehenami ka mu nis me ta. Nga ky umet. Shke mesela ta'dilu l-arkan, plotësimi namazi rregullave. Këta kemi shumë vrejtje. Kemi shumë vrejtje dhe më vjen keq. Pse është niveli disa xhamatlive kështu. Vlera një imami në përkushtim ndaj xhamatit tyne, ti në përkushtim në vetvete, sa është i rregullt, vetëm unë me kështu namaz sabahit. Unë di imam Prizren, Pamën, që më ka thonë, 12 vjet nuk më ka ik asnjë sabah në xhami. 12 vjet. Edhe kërkush nuk e di për shembull çaj është filani, mashallah. Sa i s'kallzon, s'kanoj me kallzu. Sa i nuk del nga me kallzu ders, që unë jam shumë i fortë me bë me qindra video në për internet. Jo, gjinja nuk folen, gjinja kryen punë. Tani ti dalish e folesh, ma është ders ti, paguesh për sabah nuk del me mujtë të tërë, ose 3 ditë del, 7 ditë nuk del. Nëse më ka zamun ders. Dhe më thonë, vlerësimi, matja e një imamit është namaz sabahit, në drejk mund është me mungu. Një që një banë me mungu se e ki një darë, se më një dekje. Në aksham të ka thirë dikush me një dark, me një tubim, me një rast, fejes, martes. Jaciv të ka thirë një mik, me shku një parajrë, me bani të që ka kretë për të arsye. Sabahin. Në shku vëgjallartë, e përmana më dharame, i ka rujt, mës me hangër Kallamoqin, 7-8 km në kam ka shku. I ka rujt arët në gurë, ka gura poslishtit kënena, ka kalu malin, ka shku ka falë sabajnë, ma sabajt të apet ka ardhë. Ka nejtë të nditën, pastaj ka nejtë të deri në drejk, të ara, në drejk ka shku i ka falë deri një atësi, ma se atësis në kam ka ardhë, ka nejtë deri në sabah, me rujt prej kafive tegra, mës me hangër, Kallamoqin. Prap ka shku, ka falë, kur pa mungun namaz, kur pa mungun namaz. Pastaj xhamati, për ato kanë thonë një dietar, safat, xhamia, na ka bëhor neve si musliman. Neve, kretve, mund ty kretve. Ata cilët lamotitin se janë musliman të devatshëm. Ata cilët e manë vetën se janë super pasanika. Ata që manë super bujar, super të menqër. Kreti shenë, safa vlerësohen. Kush janë më të mirë të mazgjedhur të Allahu Gjeleshanu? Njerëzit e xhamis. E mrana njerëzve të xhamis, ata të safit parë. E mrana të safit parë, ata të namazit sabahit. Nëse dënë me ditë cilën e ki xhamat që shduhet, me qyre kush vjen sabah, që ata të sabahit i ki numër 1. S'po du me i nënqmu këta tjertë, se mund me pas dikush një arsye. Mund me pas dikush një arsye. Ka probleme me shëndetin, s'pun me dalë, nërth, është i smut, është i më shumë. Na po flasim në përgjithësi, a ka tolerime, a ka përjashtime. Mirë po xhallartë. E ka mundësin me dalë kret, ka bojlerën sot, ujnë e nxehtë. Unë e di plak që ka jetu në kodë komunizmin në Shqipëri. S'kan pas kur farë, komunizmi e ka kapë në vitet 40-50, e cila më ka të regu, mund direkt jo, për
dikujt familjes teme. Thot, mas martesës, me 10 vite, nuk e di sa 17 vite sa, kur nuk kam dalë me shku në punë, se në atë kohë i kanë detyrua në kooperativë me shku, me punu, pa u pastru, verë dimën me ujtë ftoft, pa gusull. S'ka dalë, femën. E kom bo vetës obligim, po as nuk osmu, as kur gja, se ka lidh vetën me Allahun, dikat, s'ka dalë. Sot, kretë mundësit janë, me vëlla musliman të smujta me dalë, se s'pata, kretë i gjisat, me uje, me kretë nëse ki nevoj, me 24 orë. Pastaj, me mshit mu, hoxhalëk, أوردها سعد وسعد مشتمل ما هكذا يا سعد تورد الإبل. Është ajo poezia që i bjanë që sëruhen që shtu devet, mas po shet mu që dish mirujt devet, sëruhen që shtu, mas po shet mu që ma në ders. Vynë dikat kjo din, namazën mja baranin, mja baranin, me kesh para, do të mi plotsu. E që kja, ta adilu lërkan, është dhe më thonë që kur të lidhësh në atë rang, je lidh. Namaz. Kur këra nuku, këra në sejde. Derin selam ti këtë botë ma Allahu Ekber. Pse Allahu Ekber kështu? O Zot, ty të kam qitë përpara, ty të kam përpara këtë dunjanë, Allahu Ekber kom qitë mrapa. S'kam me dunja kur gja. Hala pa dhënë selam krajnë e majtë. Të dera gjematu e sejti, kypi, knejna. Ha u dhazni. Wallahi l'adhim nuk kanë rregull kja. Po kthehem tem tash. Pra, plotësimi i kushteve që duhet me dhënë hakin, ulemat e moqëm, dietarët, hoxhallarët e moqëm, një kanë kujdesshëm. Me plotësu thot çka është? Wa huwa at-tumaninatu fi ar-ruku', qetësi në ruku, was-sujud në sejdë, wa itmamul qiyam min ar-ruku', me plotësu ngritjen me të pas hieshi, sami Allahu liman hamida, me të pas hieshi kur çohesh pe rukus. Ti me di që të folë me Allahun xhaleshani, ke dalë Zotit para. Nuk e ban veçaranin me ja ban.